Sekretari i përgjithshëm i Këshillit të Ministrave, zoti Angela Gaci, në pamjet që ofron regjia. Ndërkohë pak më herët ne dëgjuam dhe zotin Gramoz Ruçi, dhe ai gjithashtu një prej bashkëpunëtorëve më të ngushtë dhe personaliteteve me siguri të historisë së Partisë Socialiste, që ju drejtua me titullin Vëllai im dhe kryetari im, zotit Nano. Për Gramoz Ruçin, Fatos Nano është i pari themelues, i pari reformues dhe i pari demokratizues i Partisë Socialiste. Dhe motoja e famshme, të lëshojmë pushtet për të bërë shtet, sipas Gramoz Ruçit, nuk ishte thjesht një predikim në gojën e Fatos Nanos, por e ka bërë realitet duke u dhënë hapësira dy të rinjve në Partinë Socialiste, duke u lejuar atyre që të bëhen kryeministra si Ilir Meta dhe Pandeli Majko. Gjatë këtij ceremoniali pritet që të ketë edhe dy fjalime, një nga zonja Joana Nano, bashkëshorte e zotit Fatos Nano, në emër të familjes së tij, dhe një tjetër nga kryeministri Edi Rama në emër të institucioneve. Kryepeshkopi gjithashtu i kishës ortodokse pam në pamjet e ofruar nga regjia 2 CNN që të bëj pjesë e kësaj ceremonie.
Kryeministri i Kosovës, kryeministri në detyrë i Kosovës, zoti Albin Kurti, gjithashtu shikojmë që bëhet pjesë e omazheve në nderim të Fatos Nanos, si dhe demokratët që njoftuam pak më herët brenda në sallë, Flamur Noka dhe zoti Gjekmarka gjithashtu përkulen para trupit të ish kryeministrit Fatos Nano. Në lidhje të drejt për drejt, më njoftojnë nga regjia, kemi gazetarin Anesi Baramime që jashtë ambienteve të Pallatit të Kongreseve po ndjek këtë ceremoni omazhesh. Anesi, më dëgjon? Po, Pas krave të tu, sapo pam që të kalonte kryeministri